grup elementësh kriminalogjen, të cilët depërtojnë passwordet, akseset e mureve mbrojtëse të IT-s dhe në këtë formë. Pra, por në një farë mënyrë zhvillimi i AI-s, inteligjenca artificiale ka ndikuar pozitivisht në çdo aspekt, si në zhvillimin e teknologjive më të fundit, si gjithashtu edhe në rritjen e sigurisë edhe në mbrojtjes digjitale në botën e IT-s, domethënë. E qartë. Zoti Mertenika, me të gjithë këto zhvillime, shpesh na lind pyetja, a rrezikon teknologjia rolin e mjekut në të ardhmen apo thjesht e përforcon atë? Inteligjenca artificiale dhe teknologjia është një instrument. Dhe realisht është një instrument, pa themu në trajtën e instrumentit, pra ai është një instrument i cili është na vjen në ndihmë. Që do të thotë ne me anë të këtij instrumenti, pra këtij koncepti të inteligjencës artificiale të teknologjisë, ne arrim të zgjidhim punët sa më shpejt, të realizojmë punët apo çdo gjë tjetër apo procese të ndryshme në mënyrë sa më të saktë dhe të realizojmë me një siguri shumë maksimale, sepse inteligjenca artificiale funksionon me anë të gjuhës algoritmike, funksionon me anë të gjuhës matematikore, pra me precizion shumë të lartë, nuk gabon, ndërsa inteligjenca natyrale karakterizohet nga emocioni, karakterizohet nga ndjenjat, pra dhe mund të gabojë. Por ne duhet të dimë ta përdorim inteligjencën artificiale në mënyrë të tillë që mos na kthehet në bumerang, që do të thotë keq përdorimi i formave të ndryshme të inteligjencës artificiale dhe teknologjisë mund të dëmtojë pikërisht pra qenien njerëzore, mund të na dëmtojë ne. Pra keq përdorim, si mund të themi, në botën e IT-s, elemente kriminalogjen, keq përdorimi i AI-s në sektorin militar, pra në ushtri, se sot luftrat nuk realizohen me njerëz, por realizohen me tanke robotik, me dron, domethënë robotik siç e kemi parë. Tjetër gjë, përdorimi i inteligjencës artificiale në arsim, në njërin anë po zhvillon brezat e rinj, po në anën tjetër po shton problematika shëndetësore, sepse sot shikojmë fëmijë të vegjël që moshën 2 vjeç apo në moshën 3 vjeç që gjithkohë rrinë ato telefonët, bëjnë scroll, pra edhe u shfaqe probleme në shikim, probleme oftalmologjike ose optike, miopia, gjithashtu probleme të tjera me shtyllën kurrizore, cervikali. Pra, inteligjenca artificiale, për ta thënë dhe për pak më batut, është kthyer si ai shoku digjital, si kolegu digjital, si mjeku digjital, psikologu digjital, ekonomisti digjital, shoku më i ngushtë, domethënë. Ka qenë një botë më ndryshe më para 15 vjetësh ku ishin më të socializuar. Inteligjenca artificiale po na kthen introvert. Pra, unë edhe telefoni, unë dhe tableti, unë dhe laptopi, janë koncepte që po sjellin shumë përfitime dhe shumë benefite, por në anën tjetër po dëmtojnë, pra po na dominojnë deri diku, për shembull, në industri.